Besohet se kjo bim tërheq fat dhe para, por asesi nuk duhet mbajtur në dhomën e gjumit. Ekspertët besojnë se disa bim tërheqin begati dhe mirëqenie në shtëpi. Bimët sjellin një energji të veçantë në hapësirë, siç e dinë të gjithë ata që kujdesen për to, por disa dallohen edhe për vetitë e tyre feng shui. Njëra prej tyre është klivja, një bim shtëpie me gjethe jeshile të mishta dhe të mëdha me një lule magjike zakonisht me ngjyrë portokalli. Lulëzon një herë në vit, zakonisht në pranverë, dhe lulja e saj në formë tubi e bimës një bukuri të veçantë egzotike. Kur lulëzon në mënyrë simbolike do të thotë se lajme të mira do të arrijnë së shpejti në shtëpinë tuaj, mirë po në mënyrë që kjo lule të lulëzoj, ajo ka nevojë për kujdes adekuat. Ajo e ka edhe vendin e vet, domethënë i pëlqen pjesa veriore e shtëpisë dhe nuk duhet të ekspozohet në rrezet e forta të diellit. I pëlqen temperatura e dhomës dhe në dimër nuk duhet mbajtur në temperaturë më të ulët se 10 gradë. Bima ujtet sipas nevojës, në dimër ujtet çdo 20 ditë, ndërsa gjatë verës dhe pranverës duhet të ujtet më shpesh. Duhet ta pleroni lëngshëm nga marsi deri në shtator, si dhe në shkurt kur formojnë sythat e luleve. Lulet e reja shartohen çdo vit në pranverë kur lulëzimi ndalon në një vazo më të madhe. Lulja mund të shumohet duke ndar bimët e mëdha, domethënë duke ndar lastarët pas lulëzimit, dhe ato mund të shumohen edhe me fara. Kjo bim zë vendin e saj në filozofinë lindore të feng shui. Aura e saj besohet të jetë e çmuar dhe veçantë dhe se rrezaton energjitë pabesueshme. Ka disa rregulla për këtë bim me fat të feng shui. Kjo lule nuk duhet vendoset në dhomën e gjumit. Energjia e fortë e lules mund të ndikojë në ëndrat dhe të shkaktojë pagjumësi. Bima është një opsion ideal për të dekoruar dhomën e ndënjes dhe zyrën. Në këto dhoma ato do të kenë një efekt të dobishëm në mjedis dhe do të eliminojnë negativitetin. Dhe nëse vendosni disa monedha në vazon e saj, ajo mund të tërheqë prosperitet në shtëpi dhe të përmirësoj mirëqenien e familjes. Nëse një lule pushoj se lulëzuari ose thahet papritmas, sipas feng shui, kjo mund të tregojë shpenzime, ndryshime negative dhe humbje.